Unë jam Ruzë Fetahu, fshati Brajin. Kjo Brajina është një fshat shumë i vjetër. Që kjo quka e Brajinës, që këtu rejnesh, është 1430 metra. Atje nalt, rafshina i ko 4 hektar. Justinoni i dytë, që tu e ka poselini dhe që aty ka vdik. Kur i të shëshëm gjonë me një miqë të babës, i ra i ke shkelem aty, edhe gjoj ke veni kokon bunori, më e qukë Brajinës. Na mas pari, ja kemi nisë me kërdrojt, me punua. Ju që se dini që ka kërri drojt. Tona i dullim të kërrit e hekrit, tona i kërri gumës, e vonë kanë orë trakturat. Motorin, kër e kumë ble, për herë por, motorin që pret drum, rafsh 20 vetë, jenë konë në bërë, me këshyrë qa për kërset. Se s'ka pos motor atër, s'ka një motor kërkun. Kërrin e gumës kër e kumë ble, para ushtëri e kumë pos kërët gumës. Edhe aty rafsh i kumë pos 20 vetë, të këshyrë qka unë kë. E që shtu tash i mi orë, që shtu ka dal. Flasëm pak për popullësin këtu në Brajin, so banori ka, so shpia jënë? Popullësia tash vëllaj u pakue, që ty me thonë një 20 shpi ma shumë si në metë. Në Brajin, shumica jenë po dio. Si mas statistika dhe 480 shpive në Prishtinë janë. Brajinës, që konë po dio, nuk javë di numërin, edhe në po dio ko këgjë shumë. Ka në Lëpjan, para burgut Lëpjanit, ato shtëpia kretë Brajinës janë. Për këta banor që janë metë këtu, me qa mirën tash me punë të katunit, apo? Me gjonë, i thumë, në me bakti, për të një jo. Me qatu mirën, me bujqësi, ka pak. A ka vende këtu ora ku ka për mi lëshu baktin me kullot? Po, vend ka për kullot, sa këtu bëndë. Se jenë pakue. Apo mbilën tokat këtu, a ka fshatar që i mbilë tokat? Mbilin të shka, mbilin. A është toka e pleshme, do më thonë, a është toka e mirë? Po, toka breqetin mirë e bëndë. Sa i përket banorëve tjerë që e kanë lëshu Brajinën, a vinë shambull me vizitu këtu, a kthejen apet këtu në katën? Vinë, kanë marrua shtëpia, kanë marrua dhe që sa vikendica që po thujnë, me kone djelë këtu ashtë me kalu usë në hunë në shpikirëve. Vinë edhe tjera ditë, vinë në aksham bunë, qëhet sa bashkan, punë, qështu. Në mërgim, a ka shumë mërgot këtë prej Brajinës që janë shku në shtetet jashtë? Po, kemi, edhe mërgot kemi. A investojnë diçka këtu në Brajin, shambu kur të vinë? Po, ne kemi një kushëri atje, atë rrustën e ka marru i shpive, dhe a i shpinë të Prishtinë ka marru, veç ajo shpej para luftën në Gjermani, veç po investojnë këtu, që në gjithëm aty përpijet, këtë të vikendisa e kanë marruar. Po sa i përket investime tjera, shteti, komuna, a investojnë këtu, apo? Këtu po ju një mënë, që atyne që kanë gjonë po ju një mënë, po jepin pare. Edhe po jepin pare për tokë që e mildin, edhe po jepin për kryet deles, ose të ljopës, ose kujtej 150 euro është për cupë. Sa i përket pjesëve tjera të Brajinës, a keni shambull infrastrukturë të mirë që me mundësu një jetes këtu? Nuk o keq që tash, në të na unë të rrugët jënë shtruë, nuk o keq. Sa i përket spitalev, shkollav, gjamive? Shkolla është poshtë në Brajin, edhe gjamia është në Brajin, për spital të Norlan nuk ka. Norlan është një mjek, kujdestar që rrinë. Mas i folëm pak edhe për shkolla, a ashtu vrejt, a jenë të uronë zoncat në për shkolla? Jo, zoncat jenë paku shumë. 360 në zonca i në konë kër im konë une. Që tash nuk jo di bashkë numërin me konë, se di 25-6 jenë ma shumë. Nashtë e din hërgja ma mje se une. Rikthejmë folëm pak edhe për rinin tone, ose edhe për feminin tone. Me qka është merë haxhia kur u konë ma i ri? Unë e veç me bujësi. Për unë e kur rrita pak, me trekti u morë, me gjonë.
që të kallëzova porar tonën e Medvegjes atje renë. Do të thonë ti kryesisht je mirë me shit blerjet baktive. Baktive. A je ka në shtri këtë njerë? Po, qysh jo. Në shtri 15 muaj. Qysh ke kalu aty në shtri? Atëherë mirë kemi kalu, sa atëherë kon tita gjollë. Sa u kon tita gjollë, na kemi posë mund mirë. Asë një tru se kanë posë këta shkijet drejta ma shumë se na. E peqit dhe qaj murë frim puna jonë. Tjetër kon nuk niki. Pas vdekjes titës, do me thonë, ndodhe edhe lufta. Lufta në Brajin këtu, qysh e ka gjetë Brajinën lufta? Lufta në Brajin, këtu na ka përzon renë këtu, të kallëzova pore për jashtë aty. 2 shtëpia i këm posë, 1 shtëpi i këm posë refugjat, 4 familje në konë në qatë shtëpi, Ram Zeka me familjet vetë, Haldet Zeka, Hysen Zeka, Pejazet Zeka me këtë familjen. Njën konë aty një 20 familjen që të shpinë ma tonë që të kallëzova. 14 metra konë me 6. Ka pos 3 suba. Në këtë shpinë knena që kesh nërë bënar që të kallëzova aty, këto në konë familja jeme dhe këta dojtë e sejdisë. Te qërë puna që nga përzunë. Masi u rikëthyta, fillonën mundresha për shpijat e... Masi që u këthyëm në një mullë, që to konë një mullë, kë kom marru shpinë e kom prej, nërë qatë mullë dhe në korë gjinja më kanë po. Se dhe një djallën pa të hupë në luft, të arshin gjinja, aty nërë qatë mullë, edhe një farshaturi e kom pa ngre, që aty dhe familje në eshin shatër, unë nërë një mullë dhe marruva një farshaturi, që aty i nërë gjinja. Dhe më thonë refugjat luftës, që e nërë dhe keni prit ju këtu. Po. Sa i përket kësaj pjesës të traditave dhe të kulturave, a ka ndonjë traditë veçantë të Brajinës që nuk e kanë fshatrat tjerë për shembull? Bëlloj, po do me unë gëllaku gati njëjtë traditat i kanë. Tradita e Brajinës, po të kallëzoj, pe kur ka ardhë është Brajina në Brajin, imam, para anene këshin po stabijat me vajtu kur des dikush. Kur ardhë është Brajina në Brajin, si imam, ato ka ndaluhe. Ka thonë e nalë që vajtimin, na unë e po ve imam. E ko në veçanta që the, moshkët e Brajinës, edhe s'ka pos që i rëzën, na thujmë, kur përlora, thëni që ashtu?